Me fillimin e gjysmëvjetorit të dytë, procesi mësimor ka vijuar normalisht edhe në shkollën fillore 29 nëntori në Dinosh. Kjo periudhë shënon një fazë të rëndësishme të vitit shkollor, ku nxënësit rikthehen në banka pas pushimit dimror të përqendrohen në përmbushjen e objektivave mësimore dhe edukative deri në fund të vitit. Gjysmëvjetori i dytë konsiderohet si një periudhë më intenzive, gjatë së cilës, përveç fillimit të rregullt të mësimit, nxënësit përballen edhe me vlerësime dhe testime të ndryshme. Ne kemi realizuar një bisedë me drejtorin e shkollës fillore 29 nëntori në Dinosh, Almer Lulanaj, ku diskutua për organizimin e mësimit në gjysmëvjetorin e dytë, ecurinë e nxënësve në pjesën e parë të vitit shkollor, si dhe prioritetet dhe aktivitetet e ndryshme që organizon shkolla në muajt në vijim. Gjatë bisedës u theksua dhe rëndësia e bashkëpunimit me stafit pedagogjik dhe prindërve, si dhe roli i shkollës në motivimin e nxënësve për të ruajtur interesimin dhe përqendrimin në mësim deri në përfundim të vitit shkollor. Po ashtu, bë ditur se ka nisur procesi i renovimit të mobiljeve në shkollë, i cili po realizohet me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, me qëllim përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe ambientit shkollor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Po, siç jeni ndjeni, viti shkollor filloi me 19 janar. Kemi bërë disa përgatitje për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë. Jemi bajagit kënaqur me gjysmëvjetorin e parë, apo që të themin në tërësi me vitin 2025. Shkolla janë ka organizuar shumë aktivitete, vizita të ndryshme, ashtu që planifikohet edhe në vitin 2020 të vazhdojmë në njëjtë ritëm. Atëherë duhet të ndalem paksa tek aktiviteti që keni patur në fund të vitit 2025 tek aksioni humanitar. Mund të zbulojmë pak më shumë detaje se si erdhi deri te ky organizim dhe si eci e gjitha? Në planin e aktivitetet lira është kënë edhe aksioni humanitar, i cili është u organizuar në prag të festave të fundvitit dhe përmbledhi gjithë vitin 2026 për mbylljen e aktivitetet lira. Ky aktivitet u organizua nga arsimtarët në bashkëpunim me nxënësat dhe prindërit. Në këtë aktivitet, me që rast edhe i falenderoj në organizatën jo qeveritare Horizonti na u bashkangjit, dhe ky aktivitet ka rrjedhë në atë mënyrë që nxënësit e shkollës që frekuentojnë shkollën tonë kanë sjellë ushqime të ndryshme, kanë paketuar ushqimet dhe kanë ndihmuar familjet në malësitë të cilat kanë pa nevojë që festat e fundvitit t'i presin pak a shumë si gjithë familjet tjera. Dhe si u prit nga nxënësit? Ky aktivitet u prit shumë mirë, nuk është hera e parë që organizohet ky aktivitet në shkollën tonë, u prit shumë mirë, pat shumë donacione si nga prindët ashtu edhe nga nxënësit, për të cilët shumë i falenderojnë që i kemë pa mbështetjen nga vetë prindit, dhe me këtë rast janë paketua ose janë shërbye 27 familje me ushqime të ndryshme. Sa i përket suksesit të nxënësve në gjysmëvjetorin e parë, si do ta përshkruanit nivelin e arritjeve të tyre? Ndoshta të lidhem edhe në aktivitet në fund vitit, gjithashtu vlen të cekit e falenderoj sponsorat, donatorët të ndryshëm, të cilët mundsuan shpërndarjen e dhuratave për fund vitin për gjithë nxënësit e shkollës. Sa i përket suksesit të nxënësve në vitin 2025, ose pak a shumë të ndajme për gjysmëvjetorin e parë, sukses janë është bajagi i mirë, ka mundësi për përmirësime, ka hapësirë për përmirësime, por shpresojmë se vitin gjysmëvjetorin e dytë do të përmirësohen edhe shumë më mirë. Cilat janë prioritetet kryesore të shkollës gjatë gjysmëvjetorit të dytë, si në aspektin mësimor, ashtu edhe në atë edukativ dhe formues të nxënësve? Vazhdojmë, domethënë në gjysmëvjetorin e dytë vazhdojmë me aktivitete, me mësime, me aktivitete të lira, bashkëpunim me organizata të ndryshme. Së shpejti në mars është vizita klasa 7 viziton qytetin e Cetinit, që është 3 ditë. Gjithashtu shpresojmë se ka prilli do të bëjmë një aktivitet me klasën e 8 vizitave monumente historike në shtetin Nam.
Gjithashtu, në bashkëpunim me Ministrinë, kemi startuar me mobilimin e shkollës, me mobilet të reja, çdo ndrohen mobilet e shkollës, si banka, karrikat, e gjitha gjanat që bëjnë pjesën mobile. Kemi startuar dje ka startuar ky projekt, për realizimin e këtij projektit. Gjithashtu, shpresa më e madhe dhe shpresojmë se gjatë këtij zgjedhtori do fillojmë edhe punimin e sallës së fiskulturës, në bashkëpunim me komunën e Tusit. Si e vlerësoni bashkëpunimin mes mësimdhënësve, prindërve dhe drejtuesve të shkollës në funksion të mbështetjes dhe përparimit të nxënësve? Bashkëpunimi normal me prindë është shumë i mirë, çdo aktivitet, çdo gjë i realizojmë bashkëpunim me prindë, mësimdhënës drejt udhëheqësia e shkollës prindë, bashkëpunimi maksimal, mundohna të jemi hapur për gjithë, të bashkëpunojmë me gjithë normal në bazë mundësive. Duhet të ndalem pak sallë tek provimet eksterne për klasat përfundimtare, se a u ofrohen atyre përgatitje të veçanta apo përgatitje shtesë? Në çdo mënyrë arsimtar mundohen të përgatisin nxënësit për provime eksterne, të cilët do të realizohen në shkollën tonë, ashtu që besoj se edhe ka risi në ato në mbarvajtjen e provimit, në organizimin. Ka risi, të gjitha risit i shpalosim tek nxënësit, normal edhe tek prindit, që të jenë të përgatitur që koha e provime eksterne të gjejë të përgatitur. Kështu që sa i përgatitur është stafi pedagogjik për sfidat që sjell gjysmëvjetori i dytë, veçanërisht pra në përgatitje të nxënësve për vlerësime teste? Ndoshta probleme jo vetëm i shkollës tonë, po i gjitha shkollave shqipe, se kemi shumë mungesë të kuadrave profesionale, por bajagi mundohna të plotësojmë me staf adekuat, ashtu që mendojmë se është shumë adekuat stafi për përgatitjen e nxënësve për këto sfida që i pret në të ardhmen. Dhe cilat janë sfidat më të shpeshta me të cilat përballet aktualisht kjo shkollë? Shkolla, si çdo shkollë, ka sfidat të shumta, momentalisht sa i përket kushteve janë kushtet e mira në shkollën tonë, ashtu që sfida momentale ndoshta janë kuadrat të cilat na mungojnë për kuadra profesional për mbarvajtjen e mësimit. Duke parë ndryshimet e sfidat në arsim sot, sa e rëndësishme është sipas jush roli i shkollës në formimin e vlerave të nxënësve përtej mësimit? Normal, por është shumë e rëndësishme shkolla si institucion për formimin e vlerave, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me shkollë. Shkolla duhet me pas një bashkëpunim maksimal me nxënësin, me shoqërinë, që këto vlerat e të zgjohen tek nxënësit, siç e përmendëm sa vlera e humanizmit, siç e kemi organizuar aksionin humanitar para festave të fundvitit, domethënë i zgjon ndjenjat e humanizmit tek fëmijët. Dhe për fund, cili do ishte mesazhi juaj për gjithë nxënësit dhe prindrit në fillim të këtij gjysmëvjetori të dytë? Uroj spari shëndet të gjithëve dhe një bashkëpunim maksimal shkollë, prind, arsimtar, nxënës, një cikël i përbashkët për të mirën e nxënësve normal. Faleminderit.